Shkëbëj ndonjë fëmijë trazira në parlamentin grek, Mitsotakis kërkon shkarkimin e deputetit që fyeu kolegen. Kaosi mbizotroi në kuvendin grek pas sjelljes së papranueshme të deputetit të Demokracisë së Re, Dimitris Kyriadikis, i cili teksa po fliste zonja Zoe Konstantopoulou, u dëgjua duke komentuar faktin se kryetari i plevsis Elefthirias nuk ka fëmijë. Shpreha e deputetit të bëj fëmijë dhe këmbgulja e tij për të mos kërkuar falje shkaktoi reagimin e ashpër të ministres Koezionit Social dhe Familjes Sofia Zakarakin dhe të gjithë kuvendit. Sipas informacioneve, Kyriako Mitsotakis ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryetarin e kuvendit dhe i ka kërkuar që t'i përcjell Kyriazitis që ose të kërkoj falje menjëherë ose të shkarkohet nga detyra.